Ja, ku e keni këtu pra një autokrat, dikon i gjithdijshmi që vendos aj vet kush po dika, kush po dojka, kush s'po dojka, kush po vjedhka, kush qenë ka hajn, kush qenë ka i paftyr, kush qenë ka i pastërt. Në më thonë, i gjithdijshmi po vendos aty, kujt duhet me i dhonë bugjeti e kujt jo. Po e sheh këtë mozaik të vendimeve... Fushatës elektorale, mëra o dosh një dimu kandidate vetë? Apo e sheh mal, me qëfar njerëz kemi të baj? Kemi njerëz, po them, kjo nuk është as parti politike, është që një sekt. Njerëz që mendojnë janë përmit gjithë, që këta janë zoti edhe këta vendosin për gjithë ne të varfrit këtu, ne që zdim, ne hajnat, ne të korruptuarit, ne se këta qenë kanë të pastërt, këta janë të zotit. Apo kupton? Këta vendosin, do më thonë, kush është i mirë e kush është i mirë. Këta vendosin, për shembull, UÇK-ja, a qenë ka e mirë, a nuk qenë ka e mirë. Njerëz, herojt tanë ose luftarët, Ramush Haradinaj, qenë ka me sërb, qenë ka me listën sërbe, njeri që ka luftu, njeri që ka plak në trup vetë, këta vendosin. Kush po i tregon këtyne? Kush po i tregon këtyne, kush është i mire, kush është i keq? Kush po vendos? Apo merr vendim Dejona Mihajli, po m'duket? A kush po i tregon këtyne për popullin ton? Kush qenë ka i mirë, kush qenë ka i pastërt, kush qenë ka i qiltër, kush qenë ka i korruptuar, edhe kujt duhet me i dhonë fonde e kujt s'duhet me i dhonë fonde. Kjo veç për shkak të statusit Dejona Mihalit apo çka? Për shkak se ju akuzoj, po Dejona Mihali ju akuzoj për lidhje. Hajde edhe ju lutem foton e Dejona Mihalit për çka më pas? Foto 60. Foton e Dejona Mihalit. Çfarë postoi Dejona Mihali për çka më pas pasojë 38. Përparim Rama, manipulanti, arkitekt i rasimit marigonës, u bë kryetar në 2 ministrim me votat PDK-s, bëri qeveri me ta, kishte shumicën në kuvend komunal, i kalon të bugjetet. Në një pujik puna erdhi te pronat e Samili Shtaku dhe PDK Prishtinë urdhrua të delte nga koalicioni dhe mos t'ja votonte planin rregullues për Kalabrin, prej asaj dite përparimi që nuk është i LDK-s, por i rasimve, mbeti pa shumicë në kuvend dhe rrjedhimisht pa miratim të bugjetit komunal, thuhet mes të tjerash në statusin e Dejona Mihalit në Facebook. Pra, është kjo e gjithdijshmja që po i tregon partnerja e ngushtë e Albin Kurthit, që po na tregon kush është i korruptuar, kush është me kën, kujt duhet me i pagu fonde, kush është UÇK-ja, kush është me listën sërbe, kush është i mirë, kush është kjo? Kush është kjo qik? Unë nuk e di, të regëm, a e din, që ka bën kjo? Dejona Mihali është koordinatore e komiteteve në lëvizjen vetëvendosje. Pra, duke pas parasysh çysh funksionon lëvizja vetëvendosje, i ka disa komitete dhe i bën politikat për secilin sektor. Kjo i koordinon të gjitha sektorët dhe kjo është në krye të çdo sektoreve. Sipas asaj që është publike. Kjo e di, po më tregojnë, po faktikisht po ndëgjoj që kjo po ju bën edhe këto postet gati, kësaj qikës, që shpat emnin kjo qika që kenë në këtë të Dino që tha shumica më shohin si budalic, di që shpat emnin aktoria, e tha vetë atje të Ozon, që shpat emnin kjo të kjo... Aktore deputete? Po, si ka emnin? E ki fjallën për Adriana Matoshin? Po, që e po më duket, po. Do më thonë, aty po shoh që deri tash, ajo nuk ka shkru kurrë dhe tash po shoh do poste që po më thojnë Dejona, po ja përgatit ke postet asaj. Do më thonë, kjo është ajo gjithdijshmja, kjo ishte ajo zoti që i rrinë mbi kokë vetëvendosjes, e vetëvendosja që i rrinë mbi kokë Kosovës. Përparim, nuk mundesh me lujtë Shqibrita me jetën e Prishtina Live.